Shqipëria etnike s'është Shqipëri e madhe. Shqipëria etnike s'është Shqipëri e madhe. Ajo që deputetin e ndan nga pozita që se duan Shqipërinë etnike. Populli duhet ta thotë një fjalë, sepse ajo duhet të zgjedhë bashkimin kombëtar mbi partinë. Nocionin Shqipëri e madhe është pjellë e propagandës serbe, maqedone e malazeze dhe asaj greke. Mu për këtë, përdorimi i tij nga cilido politikan a veprimtar tjetër shqiptar është gabim i rënd, për të mos thënë i pafalshëm. Se populli shqiptar është popull i ndar, më tepër se gjysma e territorit etnik të cilit ka mbetur jashtë kufijeve shtetërore të shtetit shqiptar, këtë e di gjithkush. Prandaj, mund të flitet vetëm për Dardanin etnike e kurse si për Shqipëri të madhe, siç propagandojnë armiqtë shekulor të Shqipërisë dhe të popullit shqiptare. Sa i përket çështjes së kufive, mendojmë gjithashtu se nuk është kurfar mëkati e as tabuje përmendja dhe shtruarja e kësaj çështjeje, aq më tepër në këtë kontekst historik kur po ndryshon harta gjeopolitike e Ballkanit dhe e Evropës. Na janë të njohura dokumentet e OKB-s e të XB-s, si edhe parimet e aktit të Helsinikit. Por nuk duhet të harrojmë kursesi se numri i shteteve të reja në Evropë është shtuar dukshëm në vitet e fundit. Prandaj, pohimi se ne nuk kemi kërkuar, duhet të kërkojmë dhe do të kërkojmë ndryshimin e kufive, duke shtuar madje me këtë rast jalën me dhunë. Kjo do të ishte opsioni i drejtë dhe, sikurse pohimi i parë, bie ndesh me interesat e armiqve tanë dhe me idenë themelore të lëvizjes sonë kombëtare. Shpjegimi nuk është i ndërlikuar, po të kihet parasysh ajo sëmundje e rëndë që i ra një zhgani shqiptarësh mjekërzini në të gjitha trojet shqiptare, për të ngritur kundër popullit të tyre. U ngritën në emër të Turqisë, të mungesës së nacionalizmit shqiptar, kujtojnë se janë turqë e flasin shqip, kujtojnë se duke e përçmuar popullin e vet, janë më turqë se turqit e djeshëm, kur në të vërtet, s'janë veç një mjerim i pafund gjak humbur. Çështja e Dardanisë dhe e shqiptarëve në ish Jugosllavi nuk mund të shtrohet kursesi vetëm si çështje e të drejtave njerëzore, edhe pse shkelja e tyre në Preshev, Medvegje e Bujanoc, por edhe në Maqedoni e në Malë të Zi, është e paprecedens në përmasa historike, etnike, juridike, politike, kulturore e të tjera. Zgjidhja e çështjes së kufive dhe e çështjes shqiptare në trojet e tyre nuk mund të reduktohet në sigurimin e të drejtave njerëzore e kombëtare aty ku janë, e as të zbritet në nivel të pakicës kombëtare. Shqiptarët në Maqedoni dhe në Malë të Zi e Serbi kërkojnë të jenë të lirë e sovran dhe të vendosin vetë për fatin e tyre e jo të mbeten nën sovranitetin e të tjerëve, të shtypen e të shfarosen pa mëshirë prej pushtuesve serb dhe shovinistëve të tjerë të Ballkanit. Nga ana tjetër, këshillat të koordinuese të partive politike shqiptare në Maqedoni, Serbi e Malë të Zi, duhet që të paraqesin opsionet e tyre për bashkim kombëtar, si opsion të tretë. Në raste të tilla duhet të ndryshohen kufit, duke shtruar kërkesën për bashkim me Shqipërinë. Prandaj nuk mund të thuhet se ideja e Shqipërisë së madhe, në të vërtetë ideja e bashkimit edhe me Dardaninë dhe të gjitha viseve të tjera shqiptare me Shqipërinë, për fat të keq nuk përkrahet nga asnjë forcë serioze. Në Shqipëri e Dardani dhe me gjerë. Ky nuk është një kushtrim, një ankthikot. Ajo varen mbi krye prej vitesh si një fatalitet. Së fundi, ai u vërtetua me bashkimin e Gjermanisë, kur populli ynë i vetëm i Evropës, pas hebrenjve, u shkul me rënjë nga toka e vet.